Deri me tani, se di sakt sa muj ka në Kosovë, po a janë gratë ato të cilat vendosin edhe për nga ana e rëndësisë estetike, kur është pyetje shëndeti tyne, sepse pak kemi ndëgjuar për metoda estetike. Gjithmonë jemi fokusu qofte gjini, largoje gjini, nuk ka rëndësi, zbukuri, adin pamja jashtme, gjithmonë jemi fokusu të shëndeti. A ka ndryshu kjo qasje sipas doktoreshës? Kosova'da bulunduğunuz süreyi tam olarak bilmediğimden bu süre içerisinde genelde işte bu hastalıkla karşılaşan hastalar genelde daha çok sağlık boyutunu daha çok düşünerek, çok estetiğe hiç vurmadan, sadece kendi sağlığına ulaşsın diye eğer kanser, işte meme kanseri varsa memesi alınsın, herhangi bir estetik kaygısı zaten bu konuda olmaz. Bu Vinots metodu Kosova'da ne kadar uygulanıyor? Yani bu konuda estetik kaygısı olan hastalar sayısal olarak sizde karşılaştığınız örnekler var mıdır? Genelde genç hastalar tercih ediyor. Ya da sonrasında ameliyat sonrasında konforum iyi olsun, hayat kalitem iyi olsun diyen hastalar oluyor. Zakonisht këtë metodën të cilën po i na bëjmë me zbatimin e saj për gjatë kohës që jam në Kosovë, po i bëjmë pacientët që janë moshës së re, të cilët nuk dojnë me pasur ndonjë shenjë kirurgjikale. Kanë qatë nivel të vëdësimit. Edhe njëjtën kohë po janë pacientët të cilët kanë dëshirë që mos me pas dhimbje të më pastajshme nga ana pjesës kirurgjikale të cilën e zbatojmë më herët. Këto janë dy raste të cilat jemi mballafaquar në gjatë kohës që kanë qëndruar në Kosovë.